kemi parasysh se këto mjete sfari nuk mund të planifikohen, për shkak se nuk ka kod buxhetor, nuk i ka nda qeveria kur e don buxhetin për komuna, kështu që këto janë mjete të cilat paraprakisht është dashur me prit vendimet gjyqësore. Ka kemi bona si komune e Voshtrisë, na kemi hyrë përmes procesit të ndërmjetësimit, në mënyrë se me ikë antimimit kohën e dytë dhe kemi shpëtuar 2 milion e gjysmë euro. Prej 11 milion eurove për 4 vite nuk kemi mujt me shpëtu. Pra këto nuk mundesh me bo planifikim, sepse si mund të planifikosh i ki kategoritë të ndame, për thamu kemi pasur investime kapitale, kemi pasur 6 milion euro, mova shërbime, subvencione transfere, shërbime komunale, paga dhe meditjet. Pra nuk është diçka që na kemi pasur buxhet të lirum nga qeveria e Republikës Kosovës edhe ta planifikojmë. Pra na jemi gjinë situata shumë të vështira dhe këtu nuk futen vetëm 3 pagat në pension, po kontrata kolektive obligon shurtat e ushqimit, licencat e mësimdhënësve vite me radhë, dhe këto janë të bu vite me radhë, dhe me thonë këto obligimeve. Fatja ka dashur që në mandatet tona prej vitit 2022 kanë fillu pagesat e ndoa vazhdimisht për çdo vit dhe na u dashur me ballafaqu me këtë sfidë shumë të rëndë, që u dashur me damtu buxhetin e komunës. Në investime kapitale kanë me shumë projekte, në malla shërbime, po ashtu subvencione transfere. Dashur me redukuar për me pagu se ne ka marrë për mbaru të panatyt fare neve, këto mjete. Por ajo çka desha me thonë është ndoshta këto mjete është dash seriozisht me bisedu qeveria, sepse këto kanë derivuar nga obligimet që është në shumë kontrata kolektive në mes të Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës së Bashkuar të Arsimit. Ka kemi bona si komuna, tash na kemi padit në gjyq ministrinë, gjitha komunat. E kemi padit dhe presëm që ti morëm tash na këto mjete